Presidenti i Jemenit ka falur përmes një dekreti 3 shqiptarët e akuzuar për trafik armësh, duke urdhëruar kështu mbylljen e kësaj çështjeje. Dokumenti i datës 5 janar dhe që mban firmën e vet presidentit të Jemenit, Abd Rabu Mansur Hadi, përcakton qartë që ania të kthehet në Irak, duke i kërkuar këtij vendi që të marrë përsipër angazhimin ligjor për të mos përsëritur më veprime të tilla. Gazeta shqiptare ka mundur që të marrë këtë dekret, ku lëshohet udhëzimi për mbylljen e çështjes së anijes së bashku me ngarkesën e saj, që ania të kthehet në Irak duke marrë angazhimin ligjor nga pala irakiane për mos përsëritjen e një veprimi të tillë, duke konsideruar atë si të papajtueshëm me metodat, rregullat dhe ligjet që rregullojnë transportin ndërkombëtar. Por edhe pas këtij dekreti, 2 prej shqiptarëve ndodhen në burgun e Mukallës, ndërsa mekaniku i anijes ka dalë i lirë nga gjykata. Konkretisht, në burgun e Jemenit ndodhet kapiteni i anijes Arif Bakillari dhe oficeri i parë Mihal Cangonji, ndërsa prej disa kohësh ka mundur që të dalë i lirë mekaniku Nezir Shahaj. Ky i fundit edhe pse ka fituar të drejtën për të qenë i lirë, nuk po kthehet dot në Shqipëri, pasi autoritetet jemeneze nuk i dorëzojnë dokumentat. 3 shqiptarët u arrestuan më 18 dhjetor të vitit 2012, pasi ania me të cilën udhëtonin ishte ankoruar në portin e Mukallës në Yemen. Ngarkesa me armë ishte blerë në portin e Tivarit dhe udhëtimi i saj i parë ka qenë drejt Greqisë. Më pas ka ndaluar në portin Berinçe në Turqi, pastaj në Aleksandritë e Egjiptit dhe në fund ka kaluar në Yemen.